Cila është pyetja që bëjmë më shpesh ne shqiptarët njëri tjetrit? Në Shqipëri më tepër. Sa e ke rrogën? Sa e ke rrogën është pyetja fenomenale, por që tash e tutje s'ke nevojë se kanë dalë statistikat, ja ku e keni, Shqipëria renditet me nivelin më të ulët të pagave në rajon dhe në Europë. Tash s'ke nevojë më me pyet njëri tjetrin sa ke rrogën, imagjinojeni vetë. Mas na I themi, unë nuk e kam kuptuar asnjëherë se si ka mundësi një vend si ky joni, I vend I vogël me pak njerëz, me pasuri të papame natyrore, ku diun se çfarë, të ketë punëtor me rroga të vogla, të ulta. Domethënë, sa do donte Zvicerani ta kishte një vend si Shqipëria, ose sa do donte Gjermani, Hollandezi ta kishte një vend si Shqipëria, që është me 300 ditë diell, që mund të mbjellësh çfarë të dush edhe të rritet, ku diun, mund të prodhosh çfarë të duhet, domethënë nuk e di, ke shi, ke turizëm malor, turizëm detar, nuk di çfarë vend I bukur është ky vend, por që ja urdhro, pagat na çalojnë. Kështu që mos e pyesni më me qira fjalë sa ke rrogën ti, ti që po më shef.